Pse nuk rritem unë në besim? Pse nuk rritesh ti në besim? Sepse ne kena dashni për gjanat e kësaj botet më shumë se sa për gjanat e perenisë. Sepse ne kena pranu me bë kompromis edhe jena konformu me gjanat e kësaj botet. Konformimi me këtë botë është pengesa më e madhe për ripërtrirjen e mendjes tonë. Konformimi do me thanë dakordësia, do me thanë pajtimi, do me thanë shoqënimi me këtë botë, do me thanë miratimi i gjanave të kësaj botet. Prandaj, nëse dona me jetu si një kiç fitimtare, nëse dona me jetu si një individ, edhe si një besimtar fitimtar, kena nevojë me ripërtri mendjen tonë. Dhe mendja jonë nuk ripërtrihet të lexu lajmet e kësaj botet. Mendja jonë ripërtrihet vetëm nga fjala e gjallë e perenisë. Nëse ne nuk ripërtrihen në mendjen tonë, nuk ndriçohen në dritën e frymës edhe zbulesën e frymës, ne do të metena të verbër vëllezër e motra. Një jetë e konformume në kompromis me mëkatin prolon vdekje, por mendja e kontrollume nga fryma, ajo prolon jetë dhe begati dhe paqe dhe bollek.